është fast food. Dhe me thënë you deliver. Do me thënë është e dëmshme. Jo detyrimisht. Pa na konsumon kohën. Është fast food, momentin që ti merr një informatë shumë shpejt, e observon shumë shpejt, atëherë do me thonë kjo t'jep mundësinë që ti me konë gjithka. Po. Me thonë prezent gjithandej. Për kjo është arsyeja pse TikToku përdoret për mirë. Unë sugjeroj përdoret për të mirë prej politikanëve mundohen me shpash me këngëtare, artiste, kuta diona, aktor me shpash punën e tyre. Se kanë influencën e tyre. Ka ftyra publike që e kanë shkatru vetën nga këto rrjete sociale. Ka dhe ftyra publike që e kanë shkatru vetën nga rrjetet sociale. Domethënë kjo nuk është as për mu diskutu, nuk për neglizhojmë këtë pjesë, por që nuk është vishë e mirë. Domethënë na ideja është çka dojmë, a e ki pa dhe algoritmin përcakton çka ti konsumon më shumë. Unë për shembull jam i tharë me ndjek më shumë muzikë, me ndjek më shumë informatat ndërkombëtare, zakonisht kur bëj scroll më dalin çata që unë e kërkoj. Kështu që ideja është edhe një iri, nëse çohet për gjumit, edhe ka një qëllim, një pikë që ka me bëni unboxing, ka me bëni ushqim diçka, ka me prezantu diçka, ti je një lloj ndërmarrësi i ri që po mundohesh me hyrë treg përmes një platforme, një rrjeti, një kanali që ta jep këtë mundësi. Edhe ku ka më mirë se me kreativitetin dhe me punën që ti e bën, domethënë si i vogël, si i ri, me fillu me pas tyra prej saj. Domethënë ti i pavarur. Unë e shoh këtë formë, unë thash nuk jam Kosovë i pavarur. Një adoleshent